Për 48% është rritur importi i energjisë elektrike gjatë 9 mujorit të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të shkuar. Bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave, derisa importi ka shënuar rritje, gjatë kësaj periudhe është regjistruar rënje e prodhimit vendor për afro 20%. Njohësi i fushës së energjisë Adhurim Haxhimusa tha se importi në 5 vjetët e fundit është katërfishuar krahasuar me 5 vjetët paraprak. Në bazë të dhënave të doganës, rrjedh që në 3 mujorin e parë të 2025-s janë importuar rreth 125 milion euro energji elektrike, ndërsa në 3 mujorin e parë të 2024-s janë dikun rreth 45 milion. Kjo e rrit edhe frikën që të kemi ndoshta nevojën edhe për korrigjim të tarifave të energjisë elektrike në vitin 2026. Nga zyra e rregullatorit për energji ka njoftuar se në fund të këtij muaji do fillojë shqyrtimi i tarifave të reja për vitin 2026, por nuk kanë treguar nëse ka indikacione për rritje të tyre apo jo. Rritja e importit të energjisë është shoqëruar edhe me dominim në treg të një kompanie gjë e cila ka nxitur debate mes partive politike në vend. Sipas Haxhimusës, kjo do të mund të sqarojë lehtësisht nëse do të kishte transparencë nga ana e zyrës së rregullatorit për energji. Këtë zjarr do ta shuante ose ndoshta edhe do ta ndiste edhe më shumë nëse zyra e rregullatorit të energjisë del edhe tregon nga po vijnë këto importe, për shkak se ata nëse nuk i kanë këto të dhëna, shumë lehtë e obligojnë tregtarin me i dërgu këto të dhëna të sakta nga vijnë importet edhe cilat rrugë tregtare janë shfrytzu për me ardha ajo energji elektrike deri tek konsumatori fundor në Kosovë. Jo transparente ZRI është treguar edhe në rastin e mos publikimit të planit vjetor për energji për 2025, të cilin e miratoi 13 muaj pas pranimit të kërkesës nga operatori i sistemit transmisionit dhe tregut. Anise, ky plan është miratuar më 7 nëntor 2025, nuk është publikuar ende në faqen e ZRI-s. Të dhënat e bilancit vjetor që bazohen në nevojat e planifikuara të konsumit të energjisë për 2025 nuk u bën publike as në mbledhjen e bordit të ZRI-s. KOA ka kërkuar nga ky institucion arsyet e vonesës në miratimin e planit vjetor dhe për mos publikimin e tij, por nuk ka marrë përgjigje.